do të mbetemi sërish tek muzika, por tani jo tek muzika kamertale. Do shkojmë tek diçka tjetër. Në Suedi na pret këngëtari Fatos Shabani, një këngëtar I cili u bë më shumë I njohur, nëse mund të themi, në periudhën e karantinës me muzikën e tij të veçantë. Mirë po, jashtë që ai po vazhdon sërish me këngë të tjera dhe ka një stil të veçantë të muzikës së tij. Fatos Shabanin e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje Merit, faleminderit për ftesën edhe faleminderit për përshkrimin e mirë që I bën. Po deshta me të pyet, a një shkeq kur të quajnë ashtu që dolën në kohën e pandemisë, dyshysh si në atë kohë ka qenë diçka dhe e zori, nëse mund të themi. Por zonin që ti e ke dhe muzikën e veçantë që e bën, po më duket pandemia ka qenë një shtytje që të ka thënë del m'pas se duhesh me sjell gjana të mira. Po në kohën e pandemisë, domethënë ka qenë një periudhë dikon 6 javë s'patëm punu, domethënë hiç patëm ndaj në shtëpi, edhe kishim kohë më shumë me po muzikë. Edhe patëm shfrytzu që atë kohë me kriju muzikë, patëm bo një video, I got you my mind, konga, edhe u pat bo kogja. Pat vëz. Apo më dëgjon? Tani po, porzit jo. Po, thash konga u bë hit faktikisht, u bë virale nëse mund ta quajmë kështu, pat vëz dhe kjo, siç duket bëri një shtytje tek ju që të vazhdoni, por nuk është që bët sërish muzikë në mënyrë intenzive, por pushuat pra pak me një këngë tjetër, me një klip tjetër, dhe tash më duket që edhe albumin e keni gati. Po, për ata që e din, do më thonë, na muzikë bojna për shef, se na kena profesione tjera, unë jam arkitekt, kusha miret me gjona tjera, muzikën e bojna për shef, edhe për ato ndoshta nuk jena shumë aktiv, megjithse këto, do më thonë, u bën në 4 vjetë që edhe kom migru në Suedi, edhe kjo ka bu pak më të vështirë, normalisht me u marrë me bendin, me ashtu mirë, po që jena kom gulës edhe dojna shumë muzikën për që ato dhe vetë me bodh albumin e dytash. Dhe sa e kena publiku. Fatos, po, do me thënë the që profesionet e juaja janë të ndryshme dhe sa e keni të vështirë tash që ta kompletoni bendin për shembull. Nuk jeni të gjithë në Suedi me sa e di. Jo, vetëm unë jam. Dhe si funksiononin mes vete? Sikur ato lidhet në distancë. Online, gjithçka. Lidhet në distancë, di me pas probleme veç. Tash është ma lehtë, se tash me teknologji më ashtu jemi në kontakt ton kohën. Të më thonë, kur krijojmë diçka une ose kushtrimi atje në Farizaj, strasim njëri tjetrin, flasim, diskutojna. Është ma letë mirë, po tash normal këto gigs që I mojna në Kosovë, këto është nejat, këto janë tash pak ma rollë, për shkak se unë nuk po munde me ardhë shumë shpesh. Po sidoqoftë ju keni punu gjatë kësaj kohe, keni bërë një këngë të reja, keni bërë edhe klipin, është fjala për këngën Kuturu? Po, Konga Kuturu është pjesë albumit dytë, Journey of Reveries. E kena bo me video, kena dosh me paralembu albumin. Është një kongë flet për dashni, është një kongë bukur, është një kongë shtu happy. Po, mirë, dhe jeni në përfundim të albumit, kur do ta prezantoni? Çka përmban albumi? Ka aty ndonjë larmani të këngëve, apo është ky një stil pak më ndryshe të cilin e promovoni ju si band? Na bëra muzikë, nuk e kena shumë definum stilin me na rock, do më thonë është diçka mes indie rock, alternative rock, rock and roll. Edhe albumi Konan Kong, do më thonë që dalloj njëna për tjetës, nuk janë e njëjtin stil. Albumin, veç sa e kena publiku në për këto platformat kryesore që janë për muzikë, Spotify, Apple Music, e çka po di, tash shumë shpejt do ta bëj edhe një version, do më thonë, për Kosovë, sepse në Kosovë nuk muzika që është uploadu në YouTube nuk po mundet me ndëgju në Kosovë, jenë të pregadit tash edhe për, do më thonë, edhe për Kosovë mëjt me ndëgju njerëz.
Po, do t'i Se bëni... kush nuk ka subscription në Spotify, dhe më thonë nuk po mundet me ndëgju. Po, a e keni mendu mi bo albumit ndonjë promovim kështu në mënyrë fizike, për shembull në Kosovë apo dikun tjetër, apo vetëm kështu përmes platformave dhe rrjeteve sociale? Po, kena me promovu, po shpresoj që ka marrë në dhjetor, edhe kena me promovu Ferizaj në Prishtinë edhe në Tiranë. Ashtu është plani. Mirë, çka e veçon albumin? Çfarë komente keni marrë, do thotë, sepse tashmë e keni publikuar dhe në Spotify. Çfarë ju duket më e veçantë atyre të cilët i kanë ndëgju këngët, këto 9 këngë të këtij albumi? Po, kanë temat ndryshme, do më thonë për jetës, do më thonë gjithë se cili mundet me gjetë vetën në një prej teksteve, janë këngë kogja interesant, ka tema serioze, mirë po ka dhe parodi, për shembull Qyteti, është një këngë që, do më thonë, kem shkru ashtu në mënyrë ironike për qytetet. Unë jem bazu në Ferizaj, mirë po paka shumë gjendja është njëjtë në gjitha qytetet e Kosovës. Kështu që ka tema ndryshme, ka tema mjaft interesant. Ose për shembull All in All është një këngë që flet për post-traumat e stresit, për PTSD-n, është kogja interesant. Ka këngë për dashni, është kogja interesant. Po. Mirë, the që muzikën me një farë mënyrë e keni si hobi dhe funksiononi nga vendet ndryshme. Kjo natyrisht i ka dhe vështirësitë e veta, por cila është e mira me bashkëpunu me një band kur nuk jetë tërkohën bashk edhe me dal një produkt i mirë. A ka pozitive kjo? Po, dhe më thonë komponimet që bëjone, njeriu i parë, sepse bystander jam unë edhe Kushtrim Shamsedini. Njeriu i parë, dhe më thonë që i diskutojmë, është Kushtrimi, mirë po edhe ekipën që e kemi për regjizime, edhe bashkë e kemi ekipën, më thonë ma të mirë në Kosovë, producente kemi Dritronikqin, edhe në Tupona e kemi Nesima Gjunin. Dhe më thonë, me këta njerës, unë nina shumë mirë edhe mi kuptojnë idetë e mia, mi shtyjnë për para, mi modifikojnë, është tepër bukur. Po, e keni kategorinë e caktuar, nëse mund të them, të adhuruesve tuaj. Kush ju ndjek më shumë, nga kush pëlqeni më tepër? Dhe kujt i adresohet muzika juaj? Çfarë gjenerate? Po besoj që rock muzikë në Kosovë tash ndëgjojnë gjenerat pak ma djetra, mirë po temat edhe muzika, dhe më thonë stili jonë i tërhek edhe gjenerat ma treja. Për shembull, neja që i mojna në Kosovë, për shembull Ferizaj, Prishtinë, ka laramani në publik, dhe më thonë prej gjeneratave treja, deri, dhe më thonë, nëse më thonë kështu djetër plesh. Po, dhe kjo ju bën me undje mirë, po besoj, sepse ka nevojë për një moshë të mesme, një moshë, mos them të shtyrë, që ta kënaqen dhe ata veshin me muzikë, sepse jo çdo herë këto këngët e reja është që i pëlqejnë dhe kërkojnë që të ketë një muzikë e cila është kultivuar dikur. Ndonë se ju e sollët me një stil pak më ndryshe, do thotë jo komplet muzikë rock, jo rock klasik. Jo, nuk është rock klasik, besoj që është rock ma i kohës, jo bash i ditëve të fundit, sepse muzika e ditëve të fundit nuk është që më pëlqen më shumë, mirë po muj me thonë që është një stil pas vitit 2000, të më thonë 2000-2010, është në qatë interval kohor kër është bërë rock muzika, që është dhe pjesa që më pëlqen më mas shumëti, edhe paka shumë që aty jena me stil. Po, më intereson pak me folë edhe për albumin. E vrim që shumë rrallë shohim kohëve të fundit dikush që bën albume. Do thotë një këngë, një tjetër, ndërka që albumet të cilat dikur kishin emër e Z, tash nuk kanë shumë rol. Pse ju vendosët të bëni album? Po, kom dosht me bo album, dhe më thonë është albumi 2 edhe kom plan me vazhdu me bo albume prap, sepse si që tash ma herë dhe më thonë muzikën e bëj për qef. Dhe kom qef me lonë muzikë, me lonë kongë, sepse për shembull fatkeqësisht një shumë kolegë të mi, dhe më thonë rock këngëtarë në Kosovë që janë jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht talentuar, mirë, po nuk kanë këngë të veta. Edhe kjo gjithë më ka shty, dhe më thonë, pse jo, dhe më thonë, mundemi, kemi talentin, pse mos me bo këngë edhe me lonë.
Natyrisht, dhe ato mbeten, më pas e keni repertorin e juj, se the që mbani edhe muzika dhe ndejat ndryshme, po besoj që në Ferizaj pak më shumë, por edhe në komuna, në qytetet e tjera. Rock muzika, na kemi mbet ashtu komunitet pak më i vogël. Edhe më tregu të kjo më pëlqen më shumë, se domethënë njerëz që vinë për me ndëgju muzikën tonë ose me dal me ndëgju muzikë rock dikon në një band tjetër ose një këngëtar tjetër, dalin për muzikë. Domethënë nuk dalin për gjëra tjera, po dalin special për muzikë, për me ndëgju muzikë. Edhe që na e bën malo më të veçantë. Po. Mirë, nga këto këngë, ti personalisht, nga këto 9 këngë, cilën e ke ma për zemër? Cilën e veçan më shumë? Gjitha më kthejnë me një moment caktum që jam ndjek kur e kom shkruar qatë këngë, mirë po ndoshta all in all. Ndoshta edhe pse e fillut me një farë mënyre me të dhe me këtë këngë dole të mpah më shumë. Po, edhe është interesant edhe komentet që i kom marrë për njerëzve edhe prej meqve, prej fansave, të më thonë, shumica ndalën të që kërkon, nuk e di pse, po edhe ne kam shumë për zemër. Ndo një koment ma të veçantë që të kam jetë në mendje që i ke marrë? Nuk e di. Nuk e di, do më thonë, shumicën e komenteve i kena shumë pozitive. Shumë, do më thonë, edhe që ajo na shtyn edhe me vazhdu hala me bo muzikë, hala që të stil edhe që të llojt muzikës, që neve na pëlqen, edhe ndjemi mirë në qëtë frym. Komentet janë shumë të mira edhe për që ato ndoshta vazhdojnë me bo muzikë. Do të ketë klipe e tjera, apo ky album do të përfundoj vetëm me një klip? Jo, besoj që kena me bo edhe një. Cilës këngë? Bile, po, është edhe një këngë 100 vjet quhet, kom ftu edhe Erza Qerkinin e kena këndu bashk. Është një këngë patriotike në atë mënyrën tem që shoh muzikën patriotike. Është një këngë që flet se që jena bashku me Shqipëri, jemi bashku shqiptarët, domethënë mas një parafërsisht mas një shekulli. Këto kom qef me bo me video shumë. Bile kemi bisedu edhe me Benin, me regjisorën e ju, ndoshta do të bashkëpunoj me Benin në këtë këngë me bo një video, diçka me pamje që i karakterizojnë me thonë bashkimin e shqiptarëve pas një kohë gjatë. Mirë, atëherë në mbetet që të flasim pasi që të realizoni edhe klipin e dytë me shqiptari, me ndezje të gjakut në përvena. Faleminderit, Fatos, suksese tutje, ndërsa bisedën do ta përfundojmë duke sjell këngën dhe klipin e ri Futuru. Faleminderit shumë, më pas kam marrë molli më të posjen apo dikun 4 vjet i kohërën e fundit kur jam në studio. Hajde, kur të veshën Kosovë, hajde çmallëm. Gjithçysh kam vizitu, faleminderit shumë. Gjithë mirat.